Është e vërtetë që gjatë gjithë mandatit 5 vjeçar, në mos të madhe, Vjosa Osmani ka qenë dëgjueshme politikisht në raport me kërkesat e Albin Kurtit. Por ka pasur edhe momente të fërkimeve, ka pasur edhe momente të akuzave, është akuzuar drejt për drejt për tradhti shtetërore. Mos harro, Vjosa Osmani ka sajuar akuza ndaj qeverisë Albin Kurtit për tradhti shtetërore me gatishmërinë e tyre që në momentet e fundit për temën e draft statutit të asociacionit. Ajo ka qenë akuze e rëndë. Tjetra që është kjo që e ka shpëtuar politikisht Albin Kurti nga sanksionet amerikane. Vjosa Osmani ka insistuar në mos të madhe Po që luan me këtë kartë. Vjosa Osmani ka insistuar dhe po kërkon tash mirënjohje politike pse pas ka shpëtuar dhe tjetër patëm një akuzë shumë të këtë Kurti rëndë. e pranon? Kjo është, edhe patëm një akuzë shumë të rëndë, sidomos në fjalimin vjetor të vitit 2024 po i bjen, kur krejt narracioni i lëvizjes vendosje kanë qenë që edhe tensionet me aleatët perëndimor janë të justifikueshëm për shkak të shtrirjes së sovranitetit në pjesën veriore, ndërkohë Vjosa Osmani aty bëri një shkarje dhe një tradhti ideologjike ndaj këtij narracioni, duke akuzuar politikën e jashtme të shtetit të Kosovës se po bën kazino me të. Nëse të kujtohet, nëse mban mend nga akuza që do të prishje e raporteve me aleatët, është lojë kazinosh. Tash, nëse lëvizja vetëvendosje, do thotë, gjatë gjithë kohës, kartën kryesore elektorale, që ka përfituar nga ky narracion, elektoralisht ka përfituar nga ky narracion, e ka pasur pikërisht temën e veriut dhe justifikimin e izolimit, të sanksioneve, të tensioneve, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili ka qenë justifikimi i eksponentëve të pushtetit, edhe sa i përket tensioneve me SHBA-t. Kjo po ndodh sepse SHBA-t për ta tërheqë Serbinë nga Rusia dëshirojnë të bëjnë kompromise në korris të Kosovës dhe që Kurti nuk po i pranon kjo. Mos shope edhe slogani elektoral mos shope është pjesë e gjithë këtij makroinvestimi diskursiv për të fituar zgjedhjet me këtë. Dhe në momentet më kritike, kur lëvizja vendosur dhe Albin Kurti ishte përballë presioneve të këtilla, do thotë ndërkombëtare, Vjosa Osmani e transmeton mesazhin që politika e tij është kazino dhe është lojë bingo. Aty e tha në fjalimin vjetor. Fjalimin vjetor, kështu që është vërtet të kapërdihet kjo nga Kurti. Shtrirja e sovranitetit në veri që nga kazino. Po flas sipas logjikës tyre politike, nuk po flas cilat janë bindjet e mia që a vërtet ka pas shtrirje e sovranitetit apo diçka. Po ja analizon dallimet. Dallimet po analizoj edhe që tash duket që kjo mund të jetë arsyeja kryesore, një lloj hakmarrje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti ndaj Vjosa Osmanit, e para për t'ia treguar vendin real politik, peshën reale politike në jetën politike të vendit, që është përfituese e gjenerozitetit të lëvizjes. Nuk i beson zonës Osmani, mbase sipas vlerësimeve nga trashëgimi i asaj, ishte në LDK, la LDK u bë me zotin Kurti në një moment politik të befasishëm, po them, kur gjithë opusi i saj politik ishte i fokusuar në goditjen e madhe të ideologjisë së Kurtit në sjelljen e tij e tjera. Kur tradhoi vetë partinë e tij. Partinë se bën këtë dhe që ka dhënë shenja, ka dilema dhe tjetra prapë thamë është një që ti tregohet asaj, të bindet ajo që jo vetëm ajo, por edhe opinioni dhe ata që kanë mbrojtur atë tezë politike që realisht nuk është që sukseset elektorale të Albin Kurtit kanë qenë të kurzuara nga ndihma e Vjosa Osmanit, por është e kundërta në sjelltas që ajo ka përfituar edhe pozitën e presidentës në saj të fuqisë elektorale që e ka ofruar infrastruktura e lëvizjes vetëvendosjes. Zgjedhjet e 28 dhjetorit e verifikojnë këtë pretendim.